Tash, për shaka, po thonë për noft Albin Baba, se si thot Albin Baba, 1.000 euro, kilovatori 1.000 euro, kera mi pagu, i gjojnë anaparët. Po tash që 21% që është një çmim i papërballueshëm. Edhe për ne 1 euro me na shtu në muj, është shtrejt. Për ndryshe rryma është ma e lira se çdo kon. Shtresa e mesme, sidomos shtresa ullët e kanë papërballueshme. Disa ditë më parë, operatorët e energjisë elektrike në Kosovë, siç janë Kesko, Kec dhe Kost, kanë ndërzuar tek zyret e rregullatorit për energji aplikimet për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2026. Përmes këtyre aplikimeve, këta operator kanë kërkuar shtrejtimin e rrymës për qytetarët e Kosovës. Ndërkaq Kesko dhe Kec në aplikimet e tyre kanë përmendur edhe rritjen e pagës minimale në Kosovë, ku shumë biznise e shumë qytetar ka shprehur shqetësimet e tyre lidhur me këtë situatë. Ndërkaq nga zyra e rregullatorit për energji, për lajminat thanë se shqyrtimi i tarifave për Kesko, Kec dhe Kost është ende në shqyrtim dhe pas shqyrtimit do të mirën vendimet e nevojshme. ZRE deri më tani nuk kam miratuar ende asnjë vendim lidhur me ndryshimin e tarifave. Çmimet e rrymës përcaktohen nga një organ përgjegjës, është institucion domethënë si është ZRE-ja, po problemi kryesor është mungesa kapaciteteve, sepse unë jam edhe profesionalist në këtë drejtim, mungesa kapacitete energjetike, të energjisë elektrike, të cilat nuk i arritën me i bo asnjë prej qeverive, e sidomos kurti me lëvizjen vendosje edhe i kanë bloku disa, si ka qenë kontër global e tjera, cilat kishin me rrit kapacitetin edhe ashtu domosdoshmë energjia kisar ma lirë. Tash, për shaka, po thonë për noft Albin Baba, se si thot Albin Baba, 1.000 euro, kilovatori 1.000 euro, kera mi pagu, i gjojnë anaparët, se kena parë edhe për loks, edhe për neja, edhe për muknos me Albin Baba, kështu që në rregull është, si pas meje. Po jo, pagan minimale, normalisht që nuk e mbulon të i pas parasysh, se çdo rritje e çmimit të energjisë shkakton efekt zinxhiror të rritjes së çmimeve. Shtresa e mesme, sidomos shtresa e ulët e kanë papërballueshme, edhe që çmim që ekziston. Po tash këta po i bojnë ndofarë, japin do ndihmë këty në gjëja se me përballu ata. Vallai me thonë drejtën, për tash nuk okon, po me ditë se sa, po tash që 21% që është një çmim i papërballueshëm. Dhe me thonë nuk ka nevojë më rrit më shumë. Se të e morë parasysh, dhe me thonë gjendjen ekonomike në Kosovë, nuk ka nevojë më shumë më rrit çmimi. Po vallai me thonë drejtën, tash fakturën shkon deri 35 euro. Po nuk e kena nxemjen me rrymë, dhe me thonë shfrytëzojnë tjera alternativa. Këtë kanë kalu me rrymë, ju vinë fakturat e fryne, është realitet se ku të nxehesh me rrymë, pa tjetër që rritët kostaja e energjisë. Është çmimi i arsyeshëm, nuk ka nevojë më shumë, se 21% e rrokë një vlerë e madhe. Na duhet me ditë se rrymat e në Kosovë është më e lira se çdo kon, po fatkeqësisht na jemi si popull tash jemi në varfëri, mos më thonë s'ka ishme, po edhe për ata na do këtë shtajt, po këte rryma janë problemet më djetra, më heret kur janë bo privatizimet, edhe për ne 1 euro me na shtu në muj, është shtrejt. Për ndryshe rryma është më e lira se çdo kon. Po mendoj se në rrymë nuk ka pa drejtësi, se s'guxojnë me bo, aty është ora, aty janë sahat sa ke hargjue, por është mirë edhe me kursy ka pak, se dhe më thonë na nuk dim as me kursy, as me rujt, kura me pagu për në vjen shtrajt, normal që vjen. Po për ne në këtë moment është tepër, është 21% rritje e madhe. Do të më shku që shë rritin çdo kon 3, 4, 5%, ma nej mas një kohë edhe prap 5, po jo me një herë 20 e kusur, që ajo është gati e papërballueshme. Po mu që tash më duket më ka orë dikon 60 euro,